Brikena ka ndarë mendimet e saj në dhomën e rrëfimit, duke zbuluar dilemat e saj për raportin me Mateon. Ajo ka shprehur shqetësimin e saj për mënyrën se si do të perceptohet nga publiku dhe banorët e tjerë, duke theksuar se ndjenjat e saj nuk janë të njëjta me ato të Mateos. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Brikena ka theksuar se pavarësisht afrimit dhe kohës së kaluar bashk, ajo nuk ka ndjerë asnjë shkëndi romantike për Mateon. Kjo situatë e ka vënë atë në një pozitë të vështirë, pasi frika e saj është se si do të gjykohet negativisht për ndjenjat që nuk i ndanë me të. Ajo ka shpjeguar se në raste të tilla, zakonisht personit që nuk ndjen të njëjtën gjë perceptohet si fajtori, ndërsa ai që ka ndjenja del i lënduar emocionalisht. Fakti që unë nuk kam ndjenja për të dhe ai që ka ndjenja gjithmonë del më i lënduar, e bën situatën edhe më të vështirë për mua. Nuk dua të jem e keqe, por ndonjëherë ndjenjat janë të komplikuara. Shpresoj që të gjithë të kuptojnë se ndjenjat nuk janë gjithmonë të thjeshta, dhe se është e rëndësishme të jesh i sinqert me veten dhe me të tjerët, ka përfunduar Brikena.